Moderatorja e njohur Chiara Tito ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale një mesazh falënderimi pas urimeve, mesazheve dhe surprizave të shumta që ka marrë me rastin e ditëlindjes së saj. Përmes një postimit të ndjerë, Chiara shpreh mirënjohje për dashurinë dhe vëmendjen që i është treguar, duke theksuar se ndihet të bekuar që ka pranë vetes njerëz kaq të dashur. Faleminderit nga zemra për çdo urim, mesazh, telefonat dhe surprizë që ma zbukuruan ditën. Ndihem vërtet e bekuar, më keni bërë të ndihem shumë speciale, shkroi ajo në postimin e saj. Postimi është shpritur me reagime pozitive nga ndjekësit, të cilët vazhdojnë ta përgëzojnë dhe të dërgojnë mesazhe dashurie moderatorës së njohur. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Chiara Tito dhe Luiz Elli janë në përgatitje dhe në pritje të publikimit të filmit, që do të transmetohet për fansat e gjerë në muajin shkurt. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.